Kriteret për të bërë pjesë e Byros Kombëtare të Hetimit janë ndër më të fortat në sistemin e drejtësisë dhe jo të gjithë kandidatët arrin t'i përmbushin. Kjo është e pritshme pasi BKH mban peshën e hetimeve më të ndjeshme në vend, në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme. Për këtë arsye, standardet për drejtuesin e saj duhet të jenë edhe më të larta. Kryehetuesi duhet të jetë kandidati më i mirë në renditje, me rezultate të provuara, integritet dhe peshë profesionale të padiskutueshme. Por polemikat kanë shpërthyer pikërisht mbi këtë proces. Sipas të dhënave të publikuara, Joni Keta, i shpallur fitues për drejtimin e BKH-s, nuk rezulton i pari në renditjen sipas pikëve, por ndër kandidatët e fundit. Diferenca me kandidatin kryesues është e ndjeshme, ndërsa performanca në disa prej testeve kyçe, si ai me shkrim dhe arsyetimi logjik, rezulton më e ulët krahasuar me konkurrentët. Kjo ka ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si është marrë vendimi nga institucionet përgjegjëse. Komisioni i SPAK dhe më pas Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që kishte rolin përfundimtar në emërim, akuzohen se nuk kanë respektuar logjikën e meritokracisë së pikëve. Ndërkohë, hetuesit e tjerë të BKH-s janë të detyruar të kalojnë një sër testimesh rigoroze dhe të ruajnë standarde të larta gjatë gjithë karrierës së tyre. Kjo e bën edhe më të debatueshme për zgjedhjen për postin drejtues. Çështja tashmë është dërguar në gjykatën administrative nga kandidati i renditur i pari, duke hapur mundësinë për një përplasje institucionale. Nëse gjykata jep të drejtë ankuesit, vendi mund të përballet me një situatë të pazakontë për drejtimin e BKH-s. Në thelb, rasti Joni Ketës ka kthyer në qendër të debatit jo vetëm një emërim, por vetë besueshmërinë e procesit. Pyetja që mbetet është e qartë: a është respektuar gara dhe meritokracia, apo vendimi është ndikuar nga faktorë të tjerë? Besueshmërinë e reformës në drejtësi. Nëse renditja dhe rezultatet nuk respektohen, atëherë lind pyetja thelbësore: a fiton më i miri apo më i favorizuari?